Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës, pjesë e listës së hapur Brunilda Mersini, u ndal në një takim me banorët e rajonit numër 1 të qytetit. Në takime me bizneset dhe qytetarët der më der, për dëgjuar çdo hall, për të kuptuar çdo shqetësim, por edhe për të ndarë vizionin për një të ardhme më të mirë. Sipas kandidates Mersini, në çdo bisedë ndihet besimi, pritshmëria dhe nevoja e fortë për zgjidhje konkrete dhe ndjeshmëri njerëzore. Ky rrugëtim nuk është vetëm i imi, por i yni, shpreh ndër të tjera Mersini. Shoqëruar me të rinjtë dhe të rejat e mrekullueshëm të rajonit 1, e bëjmë çdo hap më të fortë, çdo ndalesë më të vlefshme dhe çdo takim më kuptimplot, thot kandidatja për deputete. Ndërsa sipas saj, rinia është zemra e këtij ndryshimi, plot energji, ide dhe përkushtim për të qenë aty ku njerëzit kanë më shumë nevojë. Bashkë do të vijojmë të dëgjojmë, të reagojmë dhe të ndërtojmë, thot Mersini, sepse kur jemi pranë qytetarëve, jemi në rrugën e duhur. Ndërkaq, kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës zhvilloi një takim edhe me mjek stomatolog dhe farmacist. I pranishëm në takim me kandidaten Mersini ishte edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha. Një bisedë e vlefshme me miq tan stomatolog dhe farmacist, profesionistë që kujdesen çdo ditë për shëndetin ton, por sot ndam edhe mendimet e tyre për një Vlorë më të mirë, për fëmijët tanë dhe të ardhmen që duam të ndërtojmë së bashku. Sepse çdo ide, sipas Mersinit, ka rëndësi, jo vetëm për shëndetësinë, por për çdo aspekt që prek jetën tonë të përditshme.